Puseta dhe kolektori i dëmtuar si dhe gropat e ujit përgjatë gjithë segmentit të saj përshkruajnë gjendjen aktuale të rrugës Lek Dukaxhini pas teatrit Mixheni. Siç shprehen qytetarët në zemër të Shkodrës, kjo ishte një nga rrugët e para të rindërtuara të qytetit rreth 20 vite më parë, por sipas banorëve ka pasur gjithmonë probleme, pasi duket që projekti nuk ka qenë i mirë përgatitur. Në dokumente kjo rrugë figuron në gjendje normale, por në realitet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve është i vështirë. Një kjo rrugë për zotin 2-3 herë rregullua, po është shumë e dëmtuar. Me sa duket ky projekti me kanal midis nuk shkon, nuk bën. Thyhen ato pllakat aty e dobët është. Shumë e dobët. Qytetarët e kësaj lagje veçanërisht gjatë 10 viteve të fundit her pas here janë ankuar në Bashkinë Shkodër për të ndërhyrë në një projekt të ri në këtë rrugë, por ende nuk ka marrë përgjigje që ata presin. Ata ngajnë sërish këtë shqetësim tani në periudhën kur bashkia po përgatit projekt buxhetin e vitit 2026, duke kërkuar që fondi për rindërtimin e kësaj rruge në qendër të Shkodrës të programohet dhe miratohet për vitin e ardhshëm.